kur je me Valbona dhe unë jam aty, pse Valbona si kupton gjëra dhe ti kupton ato që i them? Po, dëgjoj, Valbona, dëgjoj. Ti haron që tek femra është dhe elementi xhelozisë? Do të thënë ti me Rozanën shpenzon kohë, për shembull, kuptohet shumë mirë me Rozanën. Ti më thon se ajo bëhet xheloze për mua? Që ti ka lënë kohë? Po, dëgjoj, në mënyrë të pandërgjeshme, po. Po, tani, hajde çik të vetja. Unë s'para. Jo, hajde tek vetja kur ke qenë. Se unë i di vlerat e mia. Në një mia. farë kohë posesive. Unë i di vlerat e mia. Jo, nuk bëhet xheloze bëhet xheloze në marrëdhënie. Jo në femër. Për femrën. Bëhet xheloze që unë pse s'di ajo të rëmbej ty lart? Të më rëmbej? Po. Si do më rëmbej mu? Jo të të marrë si gjesti, të hypi, të rëmbej më gjërat, të ti rëmbej gjërat. Si të mi rëmbej gjërat? Të ti rëmbej gjërat. Shikimet, afeksionin, përqafimet, puthjet, pse s'di të ti rëmbej? Po, shiko, Valbona nuk ka njohjen që kam unë me ty, le të kem pyrë 2 kafe apo 12 kafe. Pse s'di them të ti rëmbej të gjëra? Sepse gjykohet gjithmonë nga shtëpia. Dakord? Edhe unë pas të vlerësoj shumë, që jo shpesh ere përmend faktin e familjes dhe të gjitha, dhe i shoh një kujdes, do me thënë, deri diku për gjërat.